Sinqerisht, unë vjen shumë më rënd me fol për shkak të situatës që ndodhe se kam lujt vetë shumë vite aty, kemi lujt edhe nështë edhe pa paga, kemi lujt në situata shumë vështira, por që të kesh një investitor shumë të fort financiarisht, të kesh financa dhe dështosh në këtë mënyrë, ta kthesh një qytet edhe një tifozëri ashtë madhe kundër vetës, lutë në ndërrit se kam përpër shatyne tifozëve. Që kanë paga munges 3-4 muaj, trepqës. Kam dëgju, këtë mundën mja konfirmu kryesia, janë probleme tjera mes vete që kanë ajo kryesi, kam dëgju, nuk du me paragjyku për shkak se nuk jam në klub. Brenga ime vetme është që forca me madhe e se cilit sport e se cilit klub në qytetin tonë, si në judo, që jemi kampion në Kosovë, si në basketbol, thash, si në futbol, kur kemi qenë në Superligë dhe kemi prezentu në garat evropiane, forca me madhe në qytetin tonë ka qenë mbështetja me madhe e tifozërisë Torcida, edhe mos t'i japsh mundësi për kundër investimeve që t'i bën me gëzu ata një Superligë ose një dalje në Evropë, është sinqerisht e të mërshme, unë sot kam qenë edhe kam përjetu, unë kam qenë futbolist 25 vite, por që sot për një me kam qenë lëkurën e tifozëve Torcidës, kur e kam pa gjithë qyteti kanë qenë në kam e kam prit këtë ndeshje me vushtrin, si që konfrontohen këto tifozërit mes vete, por që është shumë e dhimshme. Para me ndoni si kur të kish luftu, kish qenë kjo ndeshje cila e fu trepqen në Superligë, se qka të ndodhë të në Mitrovicë. Po dalin edhe bëjnë thirrje me shumë vend, që të përmirësohet gjendja aty. Edhe asë njëherë, asë kush mos dal të paktën me një sqarim për opinionin. Mitrovica nuk e meriton, ose ma mirë të them, Torcida nuk e meriton një trajtim t'il pi asë njonës kryesi. Unë jetoj aty, edhe di se qëfar trajtimi kanë edhe ndoshta edhe qytetet tjera për tifozët e tyre. Por që Torcida janë ata që nëse ti kime investu 50% për futjen Superligë, 50% tjetër ta plotësojnë ata me përkrajnë edhe me mbështetjen e tyre që ta bojnë stadion. Po them që nashta, nuk kam ende 2 vite që jam pensionu nga futbolli. Ndoshta janë në momentet më të